Fisnik Aslani ka mbyllur aventurën me skuadrën e Elversbergut në Bundesligën e dytë të Gjermanisë, teksa i shkuan shumë pranë ngjitjes në elitë. Lajmi për largimin e Aslanit u konfirmua nga vetë klubi Partizani nëpërmjet faqes zyrtare. Shqiptari i Kosovës nuk ishte i vetmi i larguar, ndërkohë që vlen të theksohet fakti se sulmuesi luajti si i huazuar nga klubi i Hoffenheimit, ku në 35 ndeshje shënoi 19 gola si dhe regjistroi 10 asist, duke u shndruar në një protagonist absolut. Lamtumirat nuk janë kurrë të bukura. Pas mbylljes, ekipi ynë u mblodh sërish për t'i thënë lamtumir disa djemve. Edhe nëse i ndajmë rrugët në këtë pikë, jemi të lumtur që të gjithë keni qenë pjesë e familjes së Elversbergut. Vazhdoni rrugtimin tuaj, nga zemra ju urojmë më të mirat. Ishte një kohë fantastike me ju djema, shkroi klubi gjerman.